Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të analizuar ngjarjet që po ndodhin brenda në shtëpi. Krisja mes Rogertit edhe Mirit, atë që unë në fakt e kam thënë më herët, po ndodh sonte. Sot po zgjidhet lideri i shtëpisë. Miri jep mendimin për Alesion, ndërsa Rogerti për Livien sepse ka aleancën e tij. Në fakt, kur unë them që Rogerti nuk e ka mik Mirin dhe Miri nuk dije të logjikon lojën dhe ka dalë krejtësisht nga loja dhe do të digjet brenda kësaj loje, analizat e mia po dalin. Dhe unë e thash, Rogerti në momentin kur do ta shikon veten të rrezikuar, ai do ta djeg Mirin dhe pikërisht po ndodh sot kjo djegje. Rogerti shkon në të gjithë shtëpinë, kërkon votën për liderin, ndërsa Miri në këtë rast, do me thënë, nuk ka informacion që Rogerti thot nuk duhet ne të votojmë liderin e Mirit, sepse ne nuk duhet t'i japim fuqinë Mirit. Do me thënë, Miri, duke mos ditur ta logjikon lojën, duke mos ditur të përdorën mendjen në lojë, Miri po digjet dita ditës brenda kësaj loje. Çfarë do të ndodh? Me patjetër që Miri do ta kuptoj këtë gjën, tani Miri ose do të grindet dhe do të mbaj qëndrimin e tij, që në fakt Miri e ka shumë frikë ta mbaj qëndrimin e tij në raport me Rogertin, sepse mbrëmje u ngrit në këmbë, do me thënë në një farë mënyre po i lëpijet Rogertit, ose thjesht do me thënë do ta përpisi gjë dhe do të ri nën hijen e Rogertit. Por që të jetë lider, që të jetë dominant brenda kësaj shtëpie, as nuk e bën dot edhe as nuk ndodhen dot. Do me thënë, Miri dhe Rogerti tani fillojnë ato krisjet e veta, sepse unë e di që Rogerti për të qenë në prime dhe për të qenë i komentuar, do fillon që t'ju bie edhe grupit e vet një nga një, gjë që në fakt ndodhen në këtë shtëpi. Miri e kishte mundësinë që të jetë i fuqishëm. Unë e kam thënë që gabimin e tij fillimisht njëherë bëri me lojën me Selinën, pastaj nga loja me Selinën, gabimin e dytë e bëri në lojën me Mirin, me Rogertin, falni, nuk diti që ta logjikon lojën, nuk diti që të ndërton një strategji, dhe sot Miri është banori që mundohet të kapet deg e mdek dhe strategji nuk kam. Tani se si do shkojnë këto situata, se si do përfundojnë këto situata, do ta kuptojmë në momentet në vazhdim. Unë mendoj që më i mbrojtur në këtë mes është Tani në raport me Rogertin, se sa Miri. Miri apo Rogerti, Miri e shikon si aleancën më të kundërt të tij. Thjesht do me thënë, kjo gjë tani do ta bllokon edhe më shumë Mirin, sepse nuk dije me kë tash të krijoj aleanca, nga që është banor i cili nuk ka ditur dhe nuk ka bërë lojën vet, por e ka bërë gjithmonë në shpinë të banorëve të tjerë.